Përshëndetje, sa i përket raportit të islamofobisë në Evropë, e cila është shqyrtuar në vitin 2023, si dhe diskriminimi ndaj muslimanëve, a është në rritje në sipërm dhe a duhet të kërkohen masa urgjente, unë do të shtjelloj 2-3 pika të cilat janë më të nevojshme të trajtohen dhe të shohim se a ka vërtet diskriminim në Evropë. Sipas raportit të islamofobisë, do të përmendim disa gjetje kryesore që i kanë nxjerrë nga pra raporti i fundit. Ata janë se muslimanët përballen me rritjen e diskriminimit në shumë vende të Evropës. Gjithashtu ligjet e politikat janë kufizuese, nuk janë të drejta për të gjithë, nuk kanë barazi, sepse në fenë islame tek muslimanët janë disa norma të cilat janë primare dhe nuk mund t'i anashkalojmë, siç është për shembull mbulesa, shamia është problem, mos flasim për burkën, sepse ajo nga burimet islame nuk është bazë, nuk merret si për bazë që burka duhet të kenë pra peqe gratë muslimane, sepse ajo nuk argumentohet se ka pasur në kohën e profetit, përveç në disa tradita arabe, si dhe pika e tretë për të cilën ne do të flasim është për hapja e retorikës me urrëtie, qoftë duke djegur Kuranin, qoftë nga partitë politike të cilët kanë racizëm në veti dhe krijojnë urrëtie ndër qytetarët dhe urrëtie ndërfetare. Ndërkaq sa i përket diskriminimit dhe islamofobisë në Kosovë dhe në Shqipëri, në vendet tona shqiptare, është më pak i theksuar, sepse kjo shihet shumë lehtë, sepse xhamiat janë të ndërtuar pas luftës mas e 1000 xhamia dhe ato prej atyre më të voglave dhe më madhështoreve me minare me të gjitha. Pastaj vajzat për shembull mas luftës, 10 vitet e para të mas luftës kanë pas shumë problem që të mbajnë në shami në për shkollat fillore të mesme, madje janë detyruar që ta lejnë edhe shkollimin, ndërkaq sot për fat të mirë në këtë qytet demokratik Kosovën tonë demokratike me kushtetut laike, njerëzit, vajzat janë më të lira, në shkollën e mesme nuk i ndalohet ta mbajnë mbulesën, as në fakultete, edhe për punësim është çështja pak më e zbutur, sepse kanë filluar edhe në institucionet shtetërore, pra në për shkolla, në për arsim të punojnë gratë me mbulesa. Gjithashtu, edhe pse ne prapë e shohim një diskriminim i udhëzimit administrativ, i cili duhet të largohet sa më parë, sepse vërtet kjo nuk tregon, domethënë, zbatimin e ligjit se mbi të gjithë, se ligji duhet të jetë i drejtë për të gjithë, e jo për shembull udhëzimi administrativ të mos vlej në disa qytete, për shembull si në Prizren apo në fshatrat përreth Prizrenit, ndërkaq në Prishtinë ky udhëzim administrativ të vlej, edhe pse është zbutur, ka shkolla edhe në shkollat fillore që vajzat shkojnë me shamia. Pra këto ishin disa lloje të diskriminimeve që kanë qenë para 10 viteve, ndërkaq si vjet është më e zbutur sepse Kosova, të gjitha qeveritë në realitet, edhe paraprake, edhe kjo qeveria e tanishme, do të gjithmonë kanë qenë ato që nuk kanë bën dyshim në karakterin laik të Kosovës. Prandaj, sa i përket bashkimit evropian, kur s'ka qenë pengesë përqindja e popullatës, a janë me përqindje më të madhe si vjet apo për vitin e ardhshëm, por normal në bashkimin evropian kërkohet pra standarde tjera që mund t'i fusim barikada apo të mund t'i largojmë që të jemi sa më ekskluziv, sa më përparimtar, sa më ambicios. Prandaj institucionet tona shtetërore për fat të keq kanë një lloj një islamofobie, pastaj edhe mundohen që ta japin një ngjyrim fetar, por jo fetar islam,
por japin gjyrim fetar përmes keni pa në për parlamente, në për institucionet të ndryshme, ka të shkoni mundeni me pa bustin e nënës Teres, edhe pse ajo e mban një mbules, po është një figurë humanitare, por mbi të gjitha simbolizon edhe një figurë fetare. Prandaj kjo i acaron ndonjëherë muslimanët, sepse jo që ne jemi kundër këtyre gjyrimeve fetare katolike, krishtere, por ja që krijojmë një farë jo barazi, jo drejtësi në mesin e muslimanëve, ose për shembull si që kemi këtu në Kosovë, me 1000 euro harxhohen për ta zbukuruar, për ta ndriçuar qytetin gjatë një muaji dhjetor, edhe për festat e Krishtlindjes katolike edhe Krishtlindjes ortodokse me 5 janar, edhe për festën e vitit të ri, ndërka që ne si musliman nuk respektohemi në ditët tona të gëzimit, si që është së paku ta kemi edhe neni të drejtë, edhe pse jemi shumicë, mirë po, është e drejtë e jona, edhe po të ishim pakicë, nëse respektohet në ditë lindja e Krishtit, nëse presidentja jonë shkon në përkisha me ja uru në prezent, pse jo edhe mos të na shkoj presidentja jonë Vjosa Osmani apo kryeministri, edhe në për xhamit e tona, sepse edhe ne kemi një dëshirë që të jetojmë në harmoni dhe në respekt ndaj njëri tjetrit. Prandaj, ne s'duhet të frigohemi nga Islami, sepse Islami është shumë paqësor, por duhet kemi kujdes, sepse kur njerëzit diskriminohen, ato kur i bëhet pa drejtësi, atëherë krijohen edhe krijohen rebelimi apo edhe revolta. Njerëzit e edukuar revoltohen, zihen, nuk pajtohen, ndërka që njerëzit që janë më pak të edukuar, ata din të rebelohen edhe din të ekstremizohen, mirë po, përkundër të gjitha kësaj, ne fjala fobi, do të thotë diçka, një frikë jo reale. Prandaj, nuk duhet të shihni islamofobi në Kosovë, por njëkohësisht edhe duhet të kemi respekt ne si musliman, të respektohemi siç na respekton ligji i Kushtetutës së Kosovës, mirë po të respektohemi edhe në fushën sociale nga njëri tjetri, sepse për shembull ligjet e Kosovës asgjë nuk e diskriminojnë gruan, këtë rast po e marr, sepse për shembull ata të japin ligjet, amandamente të ndryshme se për shembull trashëgimia mund ta ndajnë gjys për gjys, 50 për djalin, 50 për vajzën. Mirë po, ja që e mira e demokracisë është që respektohen të drejtat, kanunet dhe të drejta e sheriatit, që një muslimane mund të dajnë pasuninë mrenda shtëpisë nga parimet islame sipas rregullave, normave sheriatike, ndërka që ta regjistrojë një pronë të veten në emrin e saj pa u pyetur a është ndarë 50-50%. Këto ishin disa pika që unë i trajtova, por të flasësh për diskriminimet dhe për këtë islamofobin, kërkohet një shtjellim më i gjerë, por shpresojmë që mos të ngacmohen të drejtat, të respektohen të drejtat e njëri tjetrit, të mos krijojmë racizëm, sepse pastaj i hapim problem shoqërisë tonë. Jemi të gjithë të barabartë, duhet të krijojmë një shoqëri me humanizëm dhe drejtësi, liri dhe respekt për të gjithë, si dhe barazi dhe unitet të njerëzor në shoqërinë ku jetoni.